Në më pak se një vit, 2 efektiv nga radhët e FNSH-s së Shkodrës humbin jetën duke mbetur të vrarë në aksione. I pari është Simon Gjeta. Në tetorin e vitit të kaluar, Gjeta u qollua me Kalashnikov në fshatin oblik të njësisë Ana e Malit, duke mbetur i vdekur në vend. FNSH-ja pasi kishte marrë njoftimin se shtetasi Rushdi Arishta ka qolluar ndaj njoftimit të tij duke lënë të plagosur, kanë shkuar për ta arrestuar. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë tentuar që të futen në banesë, por Arishta u kundërpërgjigj menjëherë, duke qelluar në drejtim të efektivit Simon Gjeta, i cili humbi jetën në mënyrë të menjëhershme. Të nesërmen forcat e RNA-s e qelluan për vdekje Rushdi Arishtën, sepse nuk pranoi të dorëzohej e madje për një natë të tërë mbajti në akt me qindra forca policie. Arishta ishte një person që vuante nga problemet të shëndetit mendor dhe shpesh ishte diagnostikuar. Ende pa u bërë një vit përsëritet thuajse e njëjta gjë. Efektivi Ardian Kodra mbetet i vrarë në një aksion në Torovic të Lezhës, teksa qellohet nga një person tjetër që mendohet se vuan nga problemet të shëndetit mendor. Pyetja që shtrohet është se a mban kush përgjegjësi për këto humbje jetësh në rallët e policisë. Si mundet që 2 të sëmurë mendor të vrasin 2 efektiv të FNSH-s? A heton shërbimi i brendshëm mbi këto aksione që zhvillohen qoftë për vetë forcat e rendit të policisë, por edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë? Si zhvillohen këto aksione? A ka plane që bëhen më përpara dhe a zbatohen të gjitha rregullat me përpikmëri? A merret parasysh shkalla e vështirësisë dhe rrezikshmëria një të sëmuri mendor që jeton me iluzione? A mjaftojnë lulet e mortit apo vizitat e drejtuesve të lartë? A mjaftojnë 2 fjalë në Facebook apo edhe keqardhja, homazhe dhe një pension i veçantë për familjet? Pyetjeve të cilave askush nuk i jep përgjigje, ndërsa çdo vit efektiv të ndryshëm mbesin të vrarë në aksione.